Policia e Kosovës u pa në lagjen kodra e trimave në Prishtinë mesditën e së shtunës. Për këtë u vendosën edhe shiritat e sigurisë. Këta u njoftuan se në rrugën Fari Fazliu disa persona fillimisht u përleshën. E më pas u dëgjuan edhe krismat e armës. Si pasojë e kësaj, kishte edhe të lënduar. 3 persona mbeten të lënduar mesditën e së shtunës këtu në lagjen kodra e trimave Prishtinë. Televizioni mëson se natyra e lëndimeve nuk është nga arma e zjarrit. Më vonë gjatë ditës u bë ditur se të lënduarit po marrin trajtimin mjekësor. Sot rreth orës 15:30, policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën Fari Fazliu në Prishtinë. Menjëherë në vendin e ngjarjes ka ndalë një sit policore, bazuar në të dhënat fillestare. Në këtë vend janë lënduar 3 persona. Të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor. Gjatë qëndrimit të dhënjë në vendngjarje, policia hasi edhe në një person. Për këtë, ky fillimisht u fut në makinën e policisë e më pas u shoqërua në stacionin policor. Por pavarësisht interesimit të televizionit, nuk u bë e ditur se në çfarë cilësie u shoqërua për intervistim. Në vendin e ngjarjes është parë edhe kjo veturë dëmtuar, ndërsa organet e rendit bën të ditura se po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit.